Loredana vendos të luajë një lojë provokuese me Gjestin, duke e sfiduar atë me një pyetje që mund të krijojë tension në shtëpi. Ndërsa ata janë ulur në divan bashkë me disa banorë të tjerë, ajo e shikon drejt në sy dhe me një buzëqeshje sfiduese i thot: "Nëse nuk do të ishe lidhur me askën tjetër këtu, me kë do të ishe lidhur në këtë shtëpi?" Dhe dua një përgjigje të sinqertë. Banorët e tjerë, të intriguar nga pyetja, kthejnë kokën për të dëgjuar përgjigjen e Gjestit. Ai buzëqesh, duke marrë pak kohë për të menduar, por në vend që të shmangë pyetjen, ai e shikon Loredanën dhe, me një ton të sigurt, thot: "Me ty." Menjëherë, një murmuritje e vogël shpërthen mes banorëve që janë të pranishëm, dhe disa madje nisin të qeshin apo të bëjnë shaka. Loredana, e habitur për një moment nga përgjigja, e shikon me një shikim të thellë, duke u përpjekur të kuptojë nëse ai po tallet apo po e thot seriozisht. "Me mua?" Përsërit ajo, duke qeshur me mosbesim. Gjesti, duke e shijuar momentin, i afrohet pak më shumë dhe i thot me një zë të ulët, por të qartë: "Po, me ty ke diçka ndryshe nga të tjerat. Je e fortë, di si të luash dhe nuk të pëlqen të humbësh. Do të kishte qenë interesante të shihnim si do shkonte." Loredana qesh, duke tundur kokën. "Ha, po sigurisht. Ti thjesht do të luaje me mua siç ke bërë me të tjerat", thot ajo me një ton të lehtë ironik. Gjesti buzëqesh përsëri, duke mos e mohuar. "Ndoshta. Ose ndoshta jo. Kush e di? Ndoshta do të më kishe ndryshuar", thot ai, duke e parë drejt për drejt në sy. Loredana ndonse përpiqet të mos tregojë emocion, duket pak e zënë ngushtë, ndërsa banorët e tjerë vazhdojnë të komentojnë dhe të qeshin. "Do ta marr si një kompliment", thot ajo në fund, duke u përpjekur të mbajë situatën nën kontroll. Atmosfera në shtëpi bëhet më e tensionuar, ndërsa disa banorë vazhdojnë të komentojnë dhe të diskutojnë për atë që sapo ndodhi. A është Gjesti duke bërë një lojë tjetër, apo ka diçka të vërtet pas fjalëve të tij? Kjo mbetet për t'u parë.